SBA reagon pas madis ndaj vettingut në kushtetuese, populli të mbrojë reformën në drejtësi ka përpjekje për ta penguar gjykata të tregohet transparente. 24 vjeçari Mikel Shalari nuk pranon autorsinë e vrasjes së Artan Cukut, u jep alibi hetuesve, por prokurorët e përballin me provën e ADN-s. Antari i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Arben Malej kërkon transparencë për tenderin e dyshim të Hotel Dajtit, çdo qindark të bëhet publike. Ministri i Arsimit pa ditë penalisht sekretarin e përgjithshëm Plaren Dreca për plasje edhe tek drejtësia, shkarkohen 2 drejtorë burgjesh. Komandantët e luftës fitojnë zgjedhjen në Kosovë, PDK nisma në vend të parë, surprizon vetë vendosje, shokohet koalicioni djathtë, dilema për qeverinë. Të nderuar zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vision Plus. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë popullit shqiptar të jetë i vëmendshëm dhe të mbrojë reformën në drejtësi. Duke marrë shkas nga padija e gjyqtarëve ndaj vettingut, Ambasada Amerikane në Tiranë thotë se ka përpjekje për të mbrojtur të korruptuarit dhe ata që kanë lidhje me krimin e organizuar. SBA i bën thirrje gjykatës kushtetuese që të bëjë transparencë me shqyrtimin e padisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tërheqin vëmendjen se ekzistojnë tentativa për të dobësuar reformën në drejtësi, me synimin që të mbrojnë gjykatësit e prokurorët e korruptuar e të lidhur me krimin. Në një deklaratë për mediat, Ambasada Amerikane thekson se procesi i vettingut duhet të jetë i fortë dhe kuptimplot. Populli shqiptar duhet të shqetësohet nga përpjekjet për të dobësuar reformën, për të mbrojtur gjykatës dhe prokurorë të korruptuar, përfshirë ata që kanë lidhje me krimin e organizuar. Vettingu duhet të jetë i fortë dhe kuptimplot sepse elementët kryesorë antikorrupsion të reformës, përfshirë SPAK-un dhe BKH-n varen nga gjykatës dhe prokurorë të ndershëm. Deklarata vjen në një kohë kur shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë ankimuar ligjin e vettingut, veçanërisht nenet ku flitet për lidhjet e dyshuara të njerëzve të drejtësisë me krimin e organizuar. Ne nxisim gjykatën kushtetuese që të shqyrtojë ankesat në mënyrë të hapur dhe transparente, duke u mbështetur në rekomandimet e Komisionit të Venecias. Ne përgëzojmë qytetarët shqiptar, shoqërinë civile dhe median e pavarur që vazhdojnë të jenë sy hapur që njerëzit e korruptuar të mos u avjedhin demokracinë e tyre. Selia diplomatike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë vlerëson deklaratat në mbështetje të reformës në drejtësi, të bëra nga udhëheqësit e 3 partive politike më të mëdha në vend. I arrestuari vetëm për vrasjen e Artan Cukut, Mikel Shalari mohon të jetë autori i krimit të rënd. Ai pretendon se ditën e ngjarjes ka qenë në periferi të kryeqytetit, por me gjithë alibinë e Shallarit, prokuroria është e bindur në autorsinë e tij për shkak të analizës së ADN-s. Mikel Shalari, i arrestuar si autor i vrasjes së ish kryekomisarit Artan Cuku, vazhdon të mohojë përpara hetuesve për fshirjen e tij në krim. Gjatë marrjes në pyetje, i riu nga Kuçova ka pretenduar se mbrëmjen e 8 prillit nuk ka qenë në Tiranë, por në periferi të saj, së bashku me të dashurën e tij. Por prokuroria shprehet e bindur për autorsinë e Shallarit, pas përgjigjes së laboratorit shkencor se profili i ADN-s i ardhur nga Zvicra përputhet 100% me ato të gjetur në rrobat e të dyshuarit të vrasësit. Pavarësisht se po hetohet në 3 pista, prokuroria për krime të rënda pohon se vrasja e komisar Artan Cukut ka ndodhur për shkak të detyrës, kur ky i fundit ishte drejtori i policisë së qarkut Vlorë gjatë viteve 2012-2013. Në atë kohë janë prangosur disa grupe kriminale në fushën e trafikut të drogës. Gjatë marrjes në pyetjet e 24 vjeçarit, policia ka zbuluar edhe një banesë tjetër të tij në kryeqytet, të cilën dyshohet se ai e përdorte si bazë. Hetuesit nga ana tjetër kanë marrë në pyetje mbi 20 persona, kryesisht familjarë dhe miq të Shallarit. Prokuroria e krimeve të rënda ka ngritur akuzë për Mikel Shallarin për vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim. Antari i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Arben Malej kërkon transparencë për tenderin e Hotel Dajtit. Përmes një statusi në Facebook, Malej kërkon bankës që të bëjë publike çdo të dhënë mbi rikonstruksionin e ndërtesës, për cilin ka dyshimet forta se qëndron një aferë korruptive. Shqetësimit publik për mungesë të plot transparence nga ana e Bankës së Shqipërisë lidhur me rikonstruksionin e godinës së ish Hotel Dajtit i është bashkuar dhe antari i Këshillit Mbikëqyrës Arben Malej. Ky i fundit nëpërmjet një statusi në Facebook i kërkon Bankës Qendrore që të ofrojë transparencë të menjëhershme lidhur me këtë proces.
Në çdo rast, përballë njoftimeve apo shqetësimeve publike, Banka e Shqipërisë, si çdo entitet tjetër publik, duhet të ofrojë transparencë maksimale dhe të garantojë eficiencën maksimale të përdorimit të çdo qindarke në çdo shpenzim apo investim të saj. Transparenca duhet të jetë e menjëhershme, ndërsa sfida e eficiencës së shpenzimeve një prioritet i matshëm dhe i përhershëm. Hijet e dyshimit për një tender të parasaktuar u përforcuan edhe më shumë kur Banka Qendrore refuzoi të japë shpjegime lidhur me procedurat e ndjekura si dhe koston e punimeve. Ajo që dihet është fakti se arkitekti që kryeson skuadrën e projektit është italiani Marco Petreschi, i njëjti që kreu punimet për rikonstruksionin e godinës qendrore të Bankës së Shqipërisë, por dyshimet që shoqërojnë këtë proces janë mbi vlerat financiare me të cilat do të kryen punimet. Ato dyshohet të jenë shumë më të larta se vlerat reale, duke ngritur pikpyetje lidhur me përfitimet e mundshme në mënyrë abuzive. Se kush është përfituesi i kësaj procedure abuzive dhe as pak transparente, këtë do ta faktoj padije që shoqata e ndërtuesve do të depozitojë në prokurori për të mësuar të vërtetën që vetë Banka Qendrore vijon ta mbajë të fshehtë. Paditet në prokurori, sekretari përgjithshëm i Ministrisë Arsimit Plarend Ndreca, Ministria Teknike i ka nisur edhe procedurat e shkarkimit për shkelje të ligjit. Përplasje janë shënuar edhe në dikasterin e drejtësisë, ku ministri nuk ka lejuar hyrjen në institucion të sekretares Juliana Hoxha. Përshkallëzohet konflikti mes ministrave teknik dhe punojnësve të administratës publike. Ministri i Arsimit Mirela Karabina ka depozituar në Departamentin e Administratës kërkesën për shkarkimin e sekretarit përgjithshëm të ministrisë që drejton, Plarend Ndreca, dhe paralelisht ka bërë kallëzim penal në prokurori. Në padi theksohet se sekretari përgjithshëm Ndreca ka kryer shkelje të rënda ligjore jashtë kompetencave të funksionit të tij, që cënojnë veprimtarinë e ministrisë gjatë procesit maturës shtetërore, si të shkelin vendimin e Këshillit Ministrave për administratën gjatë fushatës elektorale. Nga Elbasani, ministrja Karabina e ka bërë të qartë se do të merren masa ndaj çdo punonjësi që angazhohet në fushat në kundërshtim me ligjin. Ne jemi duke monitoruar dhe të gjitha depozitimet që ne kemi me fakte, sigurisht dhe në këtë rast do të kenë penalizimet sipas përcaktimeve ligjore. Ndërkaq në Ministrinë e Drejtësisë është shënuar një tjetër përplasje mes ministrit Gazmend Bardhi dhe sekretares së përgjithshme Juliana Hoxha. Pasi Departamenti i Administratës Publike refuzoi vendimin e ministrit për shkarkimin e Hoxhës, kjo i fundit ka tentuar të hyjë në ministri, por nuk është lejuar. Ka një situatë pa qartë për të cilën ka prezencë të policisë, drejtorisë përgjithshme të policisë që normalisht nuk e di me çfarë tagli dhe me çfarë kompetencash, për të cilat sigurisht që do ndiqen gjitha hapat e nevojshme ligjore tek autoritetet kompetente për përcaktimin e përgjegjësve kryesor. Nga ana tjetër, ministri i Drejtësisë Gazmend Bardhi ka shkarkuar 2 drejtor burgjesh në Vlorë dhe në Fushkruj, ndërkohë që ka emëruar zëvendës drejtorin e përgjithshëm dhe 8 drejtues të burgjeve në qytetet e Shqipërisë, si dhe 3 drejtues hipotekash, ndërsa administratori operatorit të sistemit të shpërndarjes, Hakim Mustafa, ka pezulluar drejtorin e Elbasanit, Bukurosh Maçi, si dhe shefin e agjencisë OSHS në Puk, Ndue Nikolli, duke emëruar edhe zëvendësuesit e tyre. Komandantët e luftës fitojnë zgjedhjet në Kosovë. Koalicioni PDK-AK Nisma, që ka nominuar Haradinaj për kryeministër, renditet i pari i ndjekur nga vetëvendosje, ndërsa koalicioni udhëhequr nga LDK e Mustafës ka marrë një goditje të rëndë në këto zgjedhje. Jashtu quajturi koalicioni luftës renditet i pari pas zgjedhjeve parlamentare të së dielës në Kosovë, kur janë numëruar 96% e votave sipas rezultateve të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Koalicioni PDK-AK Nisma ka marrë 34.3% të votave, i ndjekur nga Lëvizja Vetëvendosje me 26.8% dhe koalicioni tjetër i madh LDK-AKR Alternativa, që ka marrë 25.7%. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhje ishte në shifrën 42%. Pa u shpallur ende rezultatet paraprake, koalicioni me kandidat për kryeministër Ramush Haradinaj dhe Lëvizja Vetëvendosje nisën festimet, duke pretenduar se secila prej tyre ishte fituese e këtyre zgjedhjeve. Për Haradinaj, zgjedhjet ishin më të mira të realizuara deri tani në Kosovë. Kosova ka vendos, ka votu, janë zgjedhjet më të mira që i kemi mbajtë, po ashtu Kosova sot ja ka dhënë fitoren koalicionit tonë PDK-AK Nisma.
ndërsa kandidati vetëvendosjes theksoi se kjo forcë është partia e parë dhe do t'i mbajë premtimet e bëra. Lëvizja vetëvendosje tash është partia e parë, tash është partia më e madhe në Kosovë. Nga këtu unë ua bëj me dije të gjithë qytetarëve se e kemi marrur mesazhin e tyre dhe i sigurojmë se do t'i mbajmë premtimet tona që dolën nga 40 prioritetet e Republikës. E ndërsa këto dy forca festonin, LDK-AKR Alternativa theksoi se do të priste rezultatin e zgjedhjeve. Kryeministri në ikje Isa Mustafa bëri një koment vetëm gjatë mëngjesit të sotëm. Në rrjetet sociale ai tha se partia e tij, e cila për herë të parë ka dalë treta në zgjedhje, do të reflektojë mbi rezultatet pas certifikimit të tyre. Një reagim erdhi edhe nga presidenti Thaçi, i cili u shpreh se pret që fituesi i zgjedhjeve të formojë një qeveri pro-europiane. Procesi zgjedhor që zgjoi interes të madh për shkak edhe të numrit të lartë të vëzhguesve, u zhvillua i qetë dhe pa incidente. Koalicioni fitues në Kosovë nuk mund ta formojë vetëm qeverinë, madje edhe nëse Haradinaj do të marrë mbështetjen e deputetëve të listës serbe. Rezultatet nxjerrin vetëvendosjen si forcë vendimtare për kabinetin e ri. Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë kanë shtuar pikpyetjet për qeverinë e re, pasi asnjë forcë politike nuk e krijon dot e vet me atë. Për ekzekutivin e ri duhen 61 vota nga 120 vende në parlament. Surpriza e zgjedhjeve ishte lëvizja vetëvendosje, e cila është rritur 2 herë krahasuar me votimet e shkuara, dhe ajo mund të luajë rol kryesor në negociatat mes partive. PDK-AK Nisma si forcë e parë do të kërkojë mbështetjen e deputetëve të listës serbe, që kanë marrë mbi 5% të votave dhe të minoriteteve, por ato mund të jenë të pamjaftueshme. Një tjetër skenar i mundshëm është bashkimi i LDK-AKR Alternativës me vetëvendosjen. Deri më tani ka reaguar zyrtarisht vetëm njëri prej koalicioneve. Drejtuesit e subjekteve LDK-AKR Alternativa janë takuar dhe kanë bërë publik qëndrimin se nuk do të jenë pjesë e një qeverie me PDK-n. Së bashku me lëvizjen për drejtësi, ata theksuan se koalicioni është unik në të gjitha qëndrimet, por pa dhënë sqarime nëse do të ketë bashkëpunim me vetëvendosjen. As kjo parti nuk ka sqaruar ende se me cilën forcë do të bëjë koalicion. Sipas analizëve nuk përjashtojnë vonesat, ashtu siç ndodhi në zgjedhjet e 2014-s, ku deshën të paktën 6 muaj që të krijojë qeveria. Ministria e Jashtme ka përshëndetur procesin demokratik të zgjedhjeve në Kosovë. Në një deklaratë zyrtare ajo shpreh besimin se institucionet e reja demokratike do të krijohen së shpejti dhe pret vijojë sa më parë bashkëpunimin e ngushtë dhe të gjithanshëm me qeverinë e re. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një status në Facebook përshëndet zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Ai thekson se cilësia e këtyre zgjedhjeve është një augur i mirë në rrugën europiane të Kosovës, ndërsa thekson se Partia Demokratike i konsideron si një prioritet absolut marrëdhëniet me Kosovën. Serbia shprehet kundër një qeverie të drejtuar nga Ramush Haradinaj në Kosovë. Presidenti Aleksandar Vučić ka deklaruar se koalicioni i luftës mund të shkaktojë probleme. Presidenti serb Aleksandar Vučić e sheh me shqetësim krijimin e një qeverie në Kosovë, e cila do drejtohet nga koalicioni i forcave të luftës. Në një koment për zgjedhjet ai u shpreh se kjo do të sillte jo pak probleme për serbët. Postignu dobar rezultat, da li će to biti osam? I ashtu quajturi i koalicioni veteranëve ka fituar shumicën në zgjedhjet e Kosovës. Ky është grupimi që hapur ka kërcënuar serbët dhe kjo do të krijojë shumë probleme për ne. Megjithatë Vučić tha se serbët do dinë të ruajnë interesat e tyre në Kosovë. Da imaju tu vrstu kontrole. Mbetet për të parë se ç'koalicione duan të formojnë. Ky koalicion ka përballë bllokun unik politik të përfaqësuesve të serbëve, që do të mbrojë interesat e serbëve dhe të Serbisë. Shqiptarët dhe disa të tjerë nga jashtë kërkuan të kishin një lloj kontrolli të deputetëve serb në vendimarrje, por nuk ja arritën. Vučić falenderoi serbët e Kosovës që u përgjigjen apeleve për të votuar, duke treguar edhe dëshirën për dialog serioz me shqiptarët. Policia kontrollon me helikopter fshatrat e Matit dhe të Dibrës për parcela me kanabis, por nga monitorimi me sy të lirë nuk zbulohet asgjë dyshimt. Ish-kryetari i Partisë Socialiste i ka dërguar një mesazh urimi pasardhësit të tij, uroi nëpërmjet jush të gjithë socialistët e familjes tonë në këtë 26 vjetor të themelimit të partisë, shkrua Nano në mesazhin i cili është bërë publik edhe nga vet Edi Rama në profilin e tij në Facebook. Ish-kryeministri shpreh se PS do të fitojë në zgjedhjet e 25 qershorit. Jam i bindur se fitoria do të garantojë rilindjen e pakthyeshme të Shqipërisë europiane pa deformimet e pseudo-aleancave të deridjeshme. Ky është destinacioni ynë i përbashkët, prandaj kam shumë besim se çdo shqiptar do të vendosë që në këtë udhkryq historik timonin e qeverisjes së këtij vendi ta besojnë në duart tona.
Kryeministri u është përgjigjur sulmeve të LSI-s duke thënë se partitë duhet të marrin me fushatën e tyre, teksa kërkoi votën për Partinë Socialiste në Rreç. Edi Rama sulmoi edhe gjyqtarët që po përpiqen të pengojnë reformën në drejtësi. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur sulmeve të LSI-s për administratën shtetërore, e cila tha se nuk mund të shndërrohet në tepsi interesash. Janë mërzit në një farë feje që kanë dalë fare nga kontrolli. Çka kanë? Pse janë mërzit? Dhe unë nuk e kuptoj pse dalin mbrohen. Unë as nuk i kam përmend me emra, as nuk kam thënë është ky është ai, pse dalin mbrohen? Ç'a justifikojnë? Se kuptoj. Pse futen në këto debate? Pse nuk vazhdojnë fushatën normalisht? Se unë s'flas kot. Unë i kam provuar kurris. Vot për një reformë shumë të rëndësishme, të vjen tjetri thotë, du këto 3 drejtori këtu, s'më ke dhënë 2 drejtori atje, s'më dhe 10 pastruese më burr, 10 pastruese të kam kërkuar. Po ç'a të bësh? Ta lësh reformën pa bë. Rama i është rikthyer reformës në drejtësi dhe zbatimit të vetingut. Ai u ndal në goditin që ka bërë vetingut, Asambleja e Gjykatësve në kushtetuese. Ne kishim hallin e si të nxjerrim lulin nga çadra, këta me vrap si skutha, ke gjykata kushtetuese pam depozituar ankesën për ta bllokuar vetingun. Edhe me çfarë kërkese? Është shkelje e drejtave të njerëzit që ne të kontrollohemi nëse kemi apo jo lidhje me krimin organizuar. A e kuptoni ju tani? Apo se kuptoni? E kuptoni çfarë bande? Nga Rreçi Rama sulmoi kreun e opozitës për premtimet e tij elektorale, duke i cilësuar si të paqëna, por nuk harroi të urojë ditëlindjen Lulzim Bashës. Më fal se ka ditëlindjen sot. Dhe s'kam pas mundësi Lulzim, edhe i paç të 100 vitet e ardhshme në gjumin më të ëmbël që dëshiron. Dhe sinqerisht shëndet dhe mbarësi për familjen dhe për fëmijët. Kreu i qeverisë u premtoi banorëve të Rreçit mbështetje më të madhe për investime në këtë zonë, që do i japin më shumë zhvillim ekonomik. Ekonomia ishte në qendër të diskutimeve që Lulzim Basha zhvilloi me banorë të njësisë 7 në Tiranë. Kreu Demokrat vizitoi edhe biznese të ndryshme, ku premtoi lehtësira fiskale për sipërmarrësit. Kryetari i Partisë Demokratike ka zgjedhur këtë të hënë të ndryshojë modelin e fushatës. Ai ka ecur rrugëve të njësisë 7 në kryeqytet duke u takuar me banorë të zonës, me të cilët ka biseduar mbi programin ekonomik të opozitës. Edhe ne këtu jemi tani për çfarë hallet tuaja dhe për të gjithë hallet tuaja. Për ekonominë kemi planin të ndryshme për të gjithë, edhe për gratë, edhe për gratë. Me uljen të TVSH-s, me uljen e taksave do kemi më shumë lekë që ekonomia do rritet, do kemi mundësi për të më shumë lekë pensionistëve. Rritja e pensionit do të ndikojë edhe rritjen e konsumit, do të ndikojë rritjen ekonomike. E gjitha është pjesë e një plani. Nuk është se po mendojmë vetëm për pensionistët, po mendojmë për ekonominë tërësi. Rritja e pensioneve sipas Bashës do të bëhet realitet vetëm me qeverinë e Partisë Demokratike. E rëndësishme është tani këto 2 javë që kanë vetë mobilizoheni, votoni për veten tuaj, mos votoni për politika që kanë shkatërruar vetë. Ose rrit ekonomia, asgjë s'bëjmë dot. Po rrit ekonomia, edhe pensionistët do të ndihmojmë, edhe studentët do të ndihmojmë. Basha u ndal dhe në biznese të ndryshme, duke diskutuar me tregtarët mbi taksat. Tani për taksat dhe për tarifat vendore ne do të thosim që mos abuzojmë me taksat në Tiranë, edhe tarifat e energjisë, gjithçka. Matematikisht, po mos kesh të ngarkesë me gjoba me taksën e fatura. Mund marrësh si këmbë? Tash kjo është zgjedhja. Marrësh një punë apo paguash gjoba shtetit. Të rinj sipas Bashës do të jenë prioriteti i programit të PD-s, sidomos për sa i përket punësimit. Ditëlindja e Lulzim Bashës ka përkuar me pikun e fushatës elektorale, ndërsa kreu Demokrat priste të fillonte takimin, ekipi i tij e ka surprizuar me një tortë në të cilën ishte shkruar Republika e Re. Falenderoj nga zemra për këtë surprizë të jashtëzakonshme. Torta do ndahet vetëm për fëmijët e për qytetarët, politikanët dhe pasari vjetës s'ka më tortë. Tortën që e sollën 2 vajza të vogla e shërbeu vetë Basha. Të dielën Lulzim Basha u takua me banorët e Libofshës, ku tha se në 4 vite Edi Rama jo vetëm që nuk mbajti asnjë premtim, por nuk bëri asnjë përpjekje për problemet e qytetarëve. Sepse fshati dhe femeret janë të përjashtuarit e mëdhenj të Republikës vjetër. Ju premtoj naftën pa akcizë apo jo? Ju premtoj subvencione. Ju premtoj vaditje, kullim, lehtësim për inputet bujqësore, për plerat. Kishte mundësi t'i bënte? 4 vite ka harxuar 16 miliardë euro buxhet. Rilindja urbane 400 milion euro. Shfaqja me fishek zjarre. Te sheshi Skënderbej, sa kujtoni se ka kushtuar? 100.000 euro, jo 16 milion.
midis 216 milion euro ka kushtuar sheshi. Fishek zjarrit kanë kushtuar midis 200 dhe 400.000 euro, si pas ekspertëve. Midis 200 dhe 400.000 euro, mbajni pak në vesh këtë. Sa veta do kishin marrë subvencione me këto para, po të kishin shkuar për fermerët? Sa familje do kishin marrë ndihmë ekonomike? Sa pensione do ishin rritur për një vit, në qoftë se këto para nuk do kishin shkuar për Fishek zjarrit, e Lalierit? Lulzim Basha tha se plani ekonomik i PD-s, ndryshe nga premtimet e Ramës, është konkret dhe i zbatueshëm. Të tjera akuzatash pra ndaj Edi Ramës vijnë nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Luan Rama akuzoi kryeministrin se për 4 vjet lejoi krijimin e një sistemi të korruptuar, të inkriminuar dhe të droguar. Luan Rama doli para mediave për të kthyer përgjigje sulmeve që kryeministri Edi Rama i ka bërë sipas tij LSI-s. Duke cituar marrëveshjen e bashkëpunimit PS-LSI në nënshkruar 4 vite më parë, ai foli për hipokrizinë dhe mashtrimet e kreut të qeverisë. Nuk ka qenë marrëveshje për tepsi as për timon. Nuk ka qenë marrëveshje as për koncensione dhe as për kanabizimin e vendit. Duke hequr përgjegjësitë nga LSI, Luan Rama kërkoi nga kryeministri të thotë se ku janë shushunjat dhe pse flet vetëm për partinë e tij, e jo për dikasteret e drejtuara nga Partia Socialiste. Rama ngriti pyetjen se pse nuk merret përgjegjësia për ata drejtues policie që kanë kanabizuar vendin dhe doganierë që kanë ngritur traun për kalimin e tonelatave me drogë. Cila pjesë e tepsisë së kryeministrit që ka pjesa e helmuar, pjesa që ka drejtuar LSI-ja dhe pjesa që pas ka drejtuar zotria e tij që ka pjesa e ëmbël, po në sistemin doganor, ku doganierët korruptuar dhe të inkriminuar i manipulojnë dhe i komandojnë skaneret për t'i mbyllur kur duhet kalojnë tonelatat e drogës. Kush mban përgjegjësi, zoti kryetari i Rilindjes? Luan Rama tha se LSI asnjëherë nuk ka penguar reforma në këmbim të ndonjë posti apo favori politik. Nuk do t'i bënte dot pa ne. Dhe po ta linim t'i bënte siç e kishte ai iden, do t'ishin de reforma, sepse në fakt ai nuk është për reforma, është për Rama reforma, që reformat të kenë konturet e ides apo të mendimit të tij. Për të shtuar më pas se sistemi është inkriminuar, pasi në drejtimin e tij ka qenë Edi Rama. Sepse për 4 vjet me radhë në krye të këtij sistemi ka qenë kryetari i Rilindjes. Po, sistemi është i inkriminuar sepse në krye të këtij sistemi për 4 vjet ka qenë kryetari i Rilindjes. Kjo është e vërteta. E për të kthyer tek shoshunjat në administratë, nënkryetari i LSI-s ftoi si kryeministrin, ashtu edhe kreun e opozitës, të cilin e përkufizoi si zëdhënës së Edi Ramës në ballafaqim për të treguar se ku gjenden ato. Pas sheshit Skënderbej, një tjetër vepër e rëndësishme do të jetë gati për banorët e Tiranës. Kryebashkiaku Velia i tha se bulevardi i ri do të hapet në 20 qershor dhe se ai është një dëshmi për punën e bërë këto 2 vjet. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Serion Velia i ka vijuar turin e takimeve me banorët e njësisë administrative nr. 6, ku ka kërkuar votën për Partinë Socialiste, si një vot kundër shkatrimit të Tiranës. Datën 20 do të hapim bulevardin e ri të Tiranës. Një projekt i shtyr 25 vjet, eksaktësisht e njëjta gjë do të ndodhi dhe në kombinat dhe më në fund nga një vend që konsiderohet një periferi, siç është punuar në sheshin Skënderbej, të punohet dhe në Mistomame e më në fund kemi vlerën reale të Pronos. Ne do rindërtojmë rrugën Zyber Zeneli dhe vazhdimin e rrugës Ali Kelmendi, ndërkohë dhe aksi nga Mbikalimi deri në kombinat e sheshi Garibaldi. Për herë të parë aksi do të ketë korsi dedikuar biçikletash. Kryebashkiaku Velia i shtoi se investimet do të vazhdojnë edhe pas zgjedhjeve të përgjithshme, ndërsa do të bëhet edhe shpronësimi i tokave për rreth varrezave të Sharrës për të pasur më tepër hapësira. Edhe partitë e vogla kanë vijuar takimet me elektoratin, Duka, Mediu dhe Blushi kanë kërkuar votën e qytetarëve për një qeverisje më të mirë pas 25 qershorit. Kreu i agrarëve dhe kandidati për deputet në listat e PD-s u takua me banorët në Hamallaj të Durrësit. Agron Duka kërkoi votën dhe premtoi se do të jetë në shërbim të qytetarëve. Ai u shpreh i bindur se Partia Demokratike do të triumfojë në këto zgjedhje. Duke pas parasysh që Partia Demokratike i ka të futur gjithë partitë e tjera në të njëjtin kosh, duke filluar Partia Kapitaliste, Partia Republikane, Balli, Legaliteti, janë 25 parti, unë me çdo lloj llogaritje, me çdo lloj matematike, Partia Demokratike e para
Ndërkohë kryetari i Partisë Republikane u ndal në fshatin Bërxull të Tiranës. Fatmir Mediu e vuri theksin tek diferenca midis dy filozofive, asaj që përfaqësohet nga Rama dhe asaj nga Basha. Ne duhet vendosim taksën e shesht, që është 9%. 9% taksë e shesht. Pavarësisht se lloji biznesie, i vogël i madh, 9% do të paguash. Dhe kjo garanton një zhvillim ekonomik, një mundësi për investimet tuaja, dinjitet, shëndetësi dhe arsim. Edhe kryetari Libras vion takimet intensive, Bemblushi ishte në Bulqiz për të prezantuar kandidatët, ai denoncoi politikat e shkatrimit të minjerave dhe varfërimit të Bulqizës. Ka arkoha që gjithta njerëzit që shfrytëzojnë kromin pa leje dhe këtu nuk thejnë asnjë para, dhe paratë e tyre nuk thejnë as në shkolla, as spitale, as pensione, as paga më të larta, këta të shkojnë 25 qershor. Jam i bindur që Bulqiza do gjejë një mundësi për të votuar kundër Edi Ramën e Sali Berishën direkt, si përgjegjes për këtë çnjerëzim e këtë mizori. Bemblushi premtoi se do të bëjë të pamundurën në parlamentin e ardhshëm për statusin e minatorit. Brukseli është optimist për integrimin e vendeve të Ballkanit pas zhvillimeve të fundit në rajon. Komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn vlerëson faktin që opozita në Shqipëri do të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare dhe progresin e bërë me reformën në drejtësi. Në 12 korrik në Trieste do të mbahet samiti i vendeve të Ballkanit Perëndimor si pjesë e procesit të Berlinit për integrimin e rajonit dhe komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn ka bërë një pasqyrë të progresit të këtyre vendeve. Nga Brukseli, Hahn tha se pavarësisht disa pengesave, shtetet aspirante kanë bërë progres. In Albania we have achieved inclusively that Ne kemi arritur që në Shqipëri të ketë zgjedhje gjithëpërfshirëse, ku do të marrë pjesë edhe opozita. Progresi qëndrueshëm është bërë gjithashtu në njërin prej reformave më ambicioze, në reformën në drejtësi. Hahn u ndal edhe tek zhvillimet në vendet e tjera të rajonit. Në Kosovë, ku u zhvilluan zgjedhjet parlamentare, edhe pse nuk ka një shumicë të qartë, tha komisioneri, e rëndësishme është që vendi të mbetet i angazhuar për agjendën e reformave të nisura. Zyrtari i lartë vlerësoi edhe kapërcimin e krizës politike në Maqedoni, zgjedhjet e lira dhe krijimin e qeverisë. Vlerësime pozitive ai dha edhe për Serbinë dhe Malin e Zi, që kanë hapur kapitujt në bisedimet me BE-n. Komisioneri Hahn përsëriti se Bashkimi Evropian mbetet i angazhuar të mbështesë Ballkanin Perëndimor për anëtarësimin, pasi pranimi i këtyre vendeve është edhe në interesin e vetë Unionit, por Hahn kujtoi se strategjia e zgjerimit lidhet me përmbushjen e kritereve. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ndodhet në Bruksel në vizitën e parë zyrtare që pas zgjedhjes në këtë post. Ai është takuar me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, shefen e diplomacisë europiane Federica Mogherini, komisionerin për zgjerimin Hahn dhe shefin e NATO-s Stoltenberg. Mogherini dhe Zaev theksuan se është i rëndësishëm pajtimi dhe uniteti i vendit dhe që të kapërcehen ndarjet ndëretnike. Ndërsa takimi me Hahn u pasua nga një konferencë për shtyp, ku komisioneri shprehu mbështetjen e BE-s për integrimin e Maqedonisë, por kërkoi që politikanët të bashkëpunojnë për të zbatuar reformat. Zaev tha se për vendin nuk ka alternativë tjetër veç anëtarësimit në Union. Kryeministri i Maqedonisë shoqërohet në këtë vizitë nga dy ministra dhe zëvendës kryeministri për integrimin Bujar Osmani. Policia ka kontrolluar sot nga ajri malësitë e Burrelit dhe të Dibrës për parcela me kanabis, por në fund nuk është zbuluar asnjë e tillë. Monitorimi bëhet me sy të lirë nga inspektor policie, por ata e kanë shumë të vështirë të dallojnë drogën pasi nuk kanë pajisje të tjera. Prej më shumë se një muaj, policia ka nisur patrullimin nga ajri në të gjitha zonat e nxehta, ku dyshohet se mbyllet bima e kanabisit. Jemi në sezonin kur bima e shashit është rritur disa centimetra. Për këtë arsye, policia e shtetit ka ndërmarrë disa aksione nga ajri për të identifikuar zonat ku është mbjell kjo bimë dhe për ta zgjesuar atë. Aksioni i radhës u zhvillua në Dibër, nga ku nuk u identifikua asnjë parcel me drogë. Monitorimi nga ajri është i vështirë edhe për inspektorët e policisë shqiptare, pasi ata janë të detyruar në mungesë të pajisjeve të vëzhgojnë me sy të lirë territorin. Këtë e pohon drejtori i përkrimit në policinë e shtetit, Josif Shtembari, i cili thotë se shpresat për një monitorim më të mirë janë te Guardia di Finanza. Ne kemi një akt marrëveshje me Guardia di Financën për kontrollin dhe monitorimin e territorit nga ajri. Edhe ata kanë filluar flutorimet dhe janë shumë më të përpik, domethënë nga ana e teknologjisë se sa pajisjet që kemi ne, që njerëzit nuk e kanë mendjen më për të kultivuar, po janë kthyer punës, fermerët janë kthyer punës për mbjelljen e grurit, misrit e kështu me radhë. Nga monitorimi i territorit, sipas policisë,
Deri më tani janë zbuluar disa parcela të mbjella me hashash në Vlorë e Kruj. Për zonën e Shkodrës, ndoshta vjet mund të ketë qenë problematike, por është një nga qarqet që po lufton shumë fort për kontrollin e territorit, sidomos në zonën e Dukagjinit. Zona e Dukagjinit është një zonë me terren shumë të thyer. Strukturat e policisë e kanë të pamundur për të kontrolluar gjithë sipërfaqet e gjithë ato vende, domethënë që kërkojnë mjete me kalueshmëri të lartë, kërkojnë monitorim nga ajri, por gjithsesi edhe Shkodrën e kemi kontrolluar para 3-4 ditësh. Edhe gjendja është nën kontroll. Drejtuesit e policisë së shtetit deklarojnë se fushata zgjedhore nuk do të zhvendosë vëmendjen e policisë nga lufta kundër kanabisit. Shoferët e autobusëve ndërqytetës protestuan sot përpara Ministrisë së Transporteve. Ata thanë se zyrtarët kanë shtuar linjat në të njëjta destinacione, duke krijuar kaos në këtë treg. Institucioni që ndërmori reformën e transportit me qëllim vendosjen e rregullave si dhe shmangjen e informalitetit është vënë sot në qendër të akuzave nga operatorët e transportit ndërqytetas. Këta të fundit kanë protestuar përpara ministrisë. Drejtues të këtyre linjave akuzojnë ministrinë se nuk po zbaton strategjinë që ajo vetë ka miratuar, ndonse është parashikuar një numër prej 380 linjash ndërqytetase. Operatorët thonë se ministria ka shtuar numrin e tyre duke dubluar punën. Pasi ka bërë një draft paraprak, thotë që unë do shtoj linja. Këto linja nuk i duan askujt. Në radhë parë, pra si thash, mungon transparenca. Së dyti, linjat e reja mbimbulojnë linjat ekzistuese, duke cënuar rënd operatorët, këta që punojnë sot. Pra, edhe njëherë, ne kërkojmë nga Ministria rritjen e transparencës dhe çdo linjë që të miratohet merret mendimi i shoqatave. Që nga janari këtij viti ka nisur teorikisht zbatimi i reformës së transportit rrugor, por praktikisht situata në terren duket e pandryshuar. Të veçlit ngjiten në skenë si aktor, projekti konceptuar si një kamp veror në teatrin e Metropolit synon që t'i aktivizoj fëmijët në jetën kulturore. Këta fëmijë po bëjnë gati për shfaqjen e radhës në teatrin Metropol. Nuk kanë pasur asnjë lidhje me skenën më herët, përveç se thjesht shikues, por këtë të premte, protagonistët do të jenë vetë ata. Është konsideruar si një kamp veror për fëmijët e moshave të ndryshme, që përtej orëve të mësimit duan të aktivizohen në të tilla aktivitete kulturore. Grupi i vogël do të ketë një prezantim, por fjalën protagonist ata e kanë që në momentin e parë që hynë në teatr. Kanë vendosur disa bexha me emrat e tyre që janë punonjës të teatrit, një pjesë e tyre merren me problematikat e rrobaqepsisë, një pjesë me marangozin, një pjesë me fonin, ndriçimin, me tekstin, aktorët, regjisorët, eksplorojnë nga pak të gjithë funksionet e njerëzve për të parë mundin që duhet për të realizuar një shfaqje teatri dhe shihen e saj e marrin ditën e fundit, do të jetë ditën e premte në orën 12 prezantimi në final këtu në sallën Shakespeare. Për Sonilën që e njohim si regjisorin që rikthen shfaqjet e vjetëruara në fondet e arkivave të teatrit, ky është një mision edhe më i rëndësishëm. Kjo është një punë që unë e bëj me shumë dashuri. Antropologjia e edukimit është një fushë që unë e kam takuar së fundi, kam bërë një studim rreth 3 vite, se si trashëgimia kulturore mund të jetë pjesë e kurikulave të shkollës dhe e krijon vetdijen edhe identitetin shumë më mirë se sa thjesht ju thua fëmijëve që jeni krenar, që jeni shqiptar. Dhe mund ta them që në nevojat që mendoj që ka teatri në Shqipëri, kjo punë është shumë e dobishme se sa nxjerrja e teksteve të plurosura nga. Edhe ajo ka dobinë e vet, po besoj që kjo është shumë më e fortë se sa ajo. Ky kamp veror për fëmijët pritet të kthehet në traditë, pasi një gjë është e sigurt, ata të veçlit din ta bëjnë edhe vetë një shfaqje. Duhet vetëm pak orientim. SBA reagon pas padisë ndaj vetingut në kushtetuese popullit të mbrojë reformën në drejtësi ka përpjekje për ta penguar gjykata të tregohet transparente. 24 vjeçari Mikel Shallari nuk pranon autorsinë e vrasjes së Artan Cukut, u jep alibi hetuesve, por prokurorët e përballin me provën e ADN-s. Antari i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Arben Malaj kërkon transparencë për tenderin e dyshim të Hotel Dajtit, çdo që ndark të bëhet publike. Ministri i Arsimit pa ditë penalisht sekretarin e përgjithshëm Plaren Ndreca për plasje edhe tek drejtësia shkarkohen 2 drejtorë burgjesh. Komandantët e luftës fitojnë zgjedhjet në Kosovë, PDK nisma në vend të parë, surprizon vetëvendosje, shokohet koalicioni djathtë, dilema për qeverinë.
Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit visionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar të mirupafshim.